Nuk ka fuqi që mund të largojnë nga e rrugë e vërtet. Por ai njeri qyqari i cili nuk dëshiron të uzohet në këtë rrugë të drejtë, në rrugën e shëtimit, nuk ka fuqi që mund të uzohet përveç mëshirës, ndihmës së Allahu xhelle xhelaluhu ve xhelle shanuhu. Gjitha selamet, salamatet, përshëndetjet, uratat, më të sinqerta të thella, ngrohta nga zemra, në këtë ditë të madhe të gjumas i dedikojnë në adresën e Zotrius, komandantit edukatorit suprem, mësuesit të njerëzimit Muhamedit a.s. familjes së tij, shokëve të tij dhe të gjitha atyre që e pasojnë dhe do ta pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. I nderuar dhe të jetë i respektuar i xhamat, neve në javën e kaluar kemi filluar me komentuar një hadith shumë të shkurtër të Resulullahit alayhi salatu wassalam, mësuesit të edukatorit tonë. Dhe kemi thënë se për i 5 gjanave që ju ka dhënë Muhammed Mustafas, e që as një pejgamber, as një profet tjetër si ka poseduar përveç Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, njëna prej 5 gjanave që e ka dalluar nga gjithë pejgamberët tjerë, Allahu dhul Xhelal Muhammed Mustafa është ka fol pak e ka thonë shumë. Shumë pak ka fol, shumë sene ka thonë dhe shumë është kuptuar. Shumë pika të shkurta ju ka paraqit xhamatit, popullit të Umetit, por shumë sene me ato pika i ka përfëkur Resulullah alayhi salatu wassalam. Dhe kemi thonë që neve do të me folë shumë, për arsye se kapaciteti dhe mundësia jonë, fuqia jonë është shumë me do, mundësi tona janë shumë do të parë, mangësi tona janë të mëdha, diapazoni jonë është shumë i ngushtë, me i spjegua fjallë të Resulullahit për ati burë jashman, andaj në të të thonë shumë, e kuptohet pak, se s'kemi fuqi mu ballafaqua me shprehjen e Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, por me gjithate, edhe ate kur e thëjnë shumë, edhe e kuptojnë i pak, që ata pak që te kuptojnë, më umonu me futë në praktikë. Mos me lanë vetëm ders, mos më knaq vetëm si shprehje, si fjallë, por me pas për qëllim që ate që e mësojnë, në të farë me kuptu mirë, në ndë me futë në praktikë, pastaj me njëherë mi u tregu tjerëve. Kuro fjalla mi u tregu tjerëve, kom thonë, dhe prapë që ndroj stoik dhe asoj që e kom thonë, ne o qëllan, dhe mi u tregu tjerëve, me fjallë, me shprehje, por edhe me vepër, apo në nalitet me vepër edhe me fjallë. Ndërsa xhamati e ka për obligim shumë ma shumë me sjellje se sa me fjallë. Shumë ma shumë me vepër, mi u tregu të tjerëve, jo ti me fjallë. A i da vetë jo të tjetë në sjellje të tuaja, moralin tonë, veprat tuaja, punët tonë, besnikrin tonë, mëshirën tonë, e jo dhe të fjallë e tjetë të krejt islami në fjallë dhe në shprehje e në vepra në vdes, mos të egzistojnë mesin tonë. Diku shëfreja gjithë që të fadën e kaluan dhe ja kishte vlerë këto hadithet shkurtra, sidomos pikat mos t'i harojnë. Edhe nuk o turp, nuk është marë me pas një lapsë dhe një vlerë me vetin, edhe xhamati nga njerë e me i shenu do pika për arsye se i harojnë. Kemi thonë, ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, 3 gjana e shkatroj njeriu këto. Kur njeriu e një vetën që ka rritë shumë, edhe është mitë gjithë, edhe thëtë si kur unë s'ka, egoja, unë e për i bëjnë të, unë e krejtë për i kryjë, po mos të isha une, s'do të ishta xhamati, po mos të ishta une, s'do të ishta liria, po mos të ishta une, s'do të ishta shteti. Këtë njeriu, kur jenë shejtani kësisoj, e shkatron dal nga dal dhe qënë, kemi thonë kësisoj në fund pusit. Në ndë, pa ma qërlo, dhe kemi spiru.
Nën 3 ittiba'ul hawa, pasimi i epshi. Vetëm ka tërjek epshi njeriu anena më shumë. Po keni thonë, ky hadith nuk nalet me këtë, të thelathë mungjia, 3 gjona që e shpëtojnë njeriu, e nxjerrin njeriu nga kriza. Pika e parë prej 3 gjonave që njeriu e nxjerr nga kriza është taqwallah, frika në mështrueshmëria, frikë respekti ndaj Allahut xhallal xhelaluhu ve xhelaluhu. I madhi Zoti xhelaluhu në Kur'anin e Kerimit për taqwallahun na ka folur shumë. Ja ayyuhalladhina amanu taqullaha ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. O ju që besua, o ju që e levatut këtë fe, padhun, me plot dëshirë, keni frikë Zotin Gjeleshanu. Respektojeni Allahun Gjeleshanu o Gjeleshanu, ولتنظر نفس ما قدمت لغد, dhe shiqoni me në fletore në imanit tuaj, fletore në veprave tuaja të mira dhe të këqija, dhe po bonja vetë një paralogarie, një vetë logarie njeriu me vetën e vetë, edhe shiqoje se çka ke pregadit për të ardhmen. E ardhmja është çdo ardhme dietar ka thonë kullu atin qarib, çdo ardhmë është shumë e shpejtë. Për me tregu sa është të shpejt, Allah Gjeleshanu ka thonë wal mautu aqrabu ilaykum min hablil warid. Vdekja është ma ofër me juve se sa këtë damarin që i kini, që rejtin. Për para ka thonë me ofër se këmisha në të, ajo shumë shprejje mirë, por edhe me ofër se këtë damarin të. Ne kemi pasë raste, jo një rast, po 2 raste në këtë gjamin tonë, 2 prej gjemative që i kemi bërë në safin e parë, prej namazit, si u ka prej namazit, aksident edhe kanë shku në përjo. Pra deka është që ka të shpejt. Pra mi ju pregatit, takimit me Allahun Gjelle Gjelalu o Gjeleshanu, takimit ju pregatit e shumële, mos me ndo se tash kam kalu 50 vite dhe ajo ka qenë një jetë të mërshme katastrofale, jo. Nëse me nuk është të keme nuk gabim, tash me nuk, mbëlle këtë kapitu më hatë këtë riu, inë në hasenat ju dhibne se ja, të mira të shinë qia dhe mos me nuk anina. Tash me nuk këtë mira. Edhe me nuk një derë të reqë e këtë qenë me Zotin Gjeleshanu. Ittaqullahu e të rëdur nëfsu ma kap dhe me të ligat, shiqon, qka ke pregadit për nesër? Nesër të dalim për Allah Gjeleshanu. E nesër nja o shumë shpejt. Ittaqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Keni dro Zotin një dro vërtet, një frikë respekt vërtet me plot sinceritet. Jo Allah i tutëm Zotit, po krejt i tutën Allah Gjeleshanu. Kur i vrokët një frikë, na kur e patëm shkallë, po shprejnë aksisoj, këtë ardim barbar, vëllaj, ton ju kemi kur shkallë, por ju frikojsh të Zotit edhe ma shumë për ata një mështetës një Allah Gjeleshanu. E kanë bytë Imam Ahmed ibn Hanbelin, ka thonë, o imam i ndëruar, qysh është me ju pështetë Zotit, qysh është me ju nënështruën me janë në derë Allahu Gjelalu o Gjeleshanu, ka thonë, si kur je hipur në një barë, një anije, edhe kanë fillu valë, mos me nejtë rahat, ka orë një e madhë dhe valë, po dojnë me rëtullua e anijen, qka ku, ja Allah, kush për të mbrojt atër? Pa di hala kofshë edhe me mre, kofshë edhe me Muammer Kadafin i cili e gjeti ato shka e ka një që shumë vite. Po në shprejnë aksisoj se në ka rokë një fartute e panike, kejtë të jaja fletë në zhët me folë dhe tutme. Kjo politiku është moslit. Po qysh më me dra popullin e vetë, me shkel popullin e vetë, me përdonu popullin e vetë, me i prej, me i kri, djetar, me i masakru me vitet e tëra, sa mu zdeshte me tarë, në të nëshirë, edhe me kokë një astat dega, Allah i Gjeleshanu ka mu hakmarë, edhe ka me dua imrëten li me njahë në birë, ki me qenë shembull për krejt, ata që jëmë si ka gafë. Po, Firaun e vini, ana rabbukum më në ala, ka tonë jëmë zoti juj, qëfar zoti është? U hadi në harë dhe gjërini takpi, ju e dini që në gjenet ka thonë zoti ka një mej, që e që
ka o po që ka maru një pallat, mini po shprejna shumë kesh, mini re, një kanalizimi që flu, një proske ujë që kalon kam, u hadhi në haru qetë me i kueshe, në shpindima, si o mund zoti ujë, Allah dhul gjelane bane qaj tjek jetë në deri, edhe tjeti gjallë me trupin e ti, jo me shpirtin e ti, me veprat e ti, po me veprat e flishtat, pistat tina, deri t'ja me trupi Firaun. Të të ljome në me gjike bi bedeni, sot po me të shpëtuar ty me trupin ton, për me qenë shembull për krejt. Këta mosi do mos e kanë ditë që Firauni ka qenë ja, nuk ka qenë i Kosovës të. Ja ty në vendeve atje, prapë të ardha si regjime me detyruat popullin me të dhanë plumin, kjo është katastrofë. Kjo është para popullit tonë, para njerëzimit tonë, para tokës qejve, edhe para Allahu Gjelle Gjelali huve Gjelle Shamë. Ittaqullaha haqqa tuqati, për Zotit, keni frikë Zotit, një frikë vërtet sinqer nga zemra. Wala tamutunna, mos vdisni përveç se si besimtar. Mos vijen vdekja keq. Mos e prit vdekjen me parë keq. Ashtu që nuk ka dëshirë njeriu, edhe që s'ka dëshirë Zotit, se kemo taku me ta, mos dini të dhruar për Allahu Gjelle Gjelalu huve Gjelle Shamu. Wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nadira. A ditët jonë fytyrat që ndriqojnë e shqiqojnë Allahun Gjelle Gjelalu. E disa fytyra tjera që ka janë, falamma ra'awhu zulfatan si'at wujuhul ladhina kafaru wa qila hadha alladhi kuntum bihi tad'un. Kur të shohin realitetin, i nxihen fytyrat atyre që kanë bërë zullum dhe padrejti këtë jetë edhe para Zotit, taqwallahu me frigu Allahu. Mund them se Aliu radiallahu ta'ala anhu që ka spjeguar dhe vështërin për Allahun, nuk është me kapshme se sa që ka spjeguar Aliu, më thuj se ndashtë edhe krejt tjerë sahabë që shkanë dhanë për takë Allahun, Aliu e ka thru shumë një model të mirë, shumë një shprejët mirë ka thonë, e takwa khauf min el gjelil. Takwa Allahun mi thonë njëri u të ti, i devot shumë është kur e shë që i frikohet Zotit. El-amelu bit-tenzil punon me atë që ka zbrit Zotin në Kur'an i Kerim. El-ridha bil-qalil pajtohet me atë që ka caktu Allah Gjellëshan. El-isti'dadu li jomi rrahil pregaditet për një rrugë pakthim. Pregaditet për një rrugë pakthim, e rruga pakthim është rruga e vdekjes. Pumbojnë me shaj që do të më ofru më ofër Allah ju të rrugë. Nëse mundi më ofru mi të lëcu safat, Ahlion a.s. ka thonë, nuk i bashkon Zoti Gjeleshanu dy friga apo dy siguri në një zemër të një njerit. Të një individ, dy friga apo dy siguri bashkë nuk i bën Zoti Gjeleshanu. Çka do me thonë me këte? Ja këtë me apas dronë Zotin këtë dynjave me respektu, ja këtë me u frikua në ditën kur do doni para ti dhe më u denu më gjenë. Ja këtë me qenë i frikun këtë dynja dhe në këtë dynja me qenë i sigurt, ja këtë me qenë i sigurt këtë dynja dhe në këtë dynja me qenë i dënu me fitua dënimin dhe në dëshkimin a Allah në Ittaqullaha وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. Pika e parë, devotshmëria, friga, respektin ndaj Allahut Gjeleshanu. Pasi që koha shumë shpejt të kalon, do të kalon pikën e dytë. Pika e dytë që e shpëton njeriu, e nxjerr nga kriza, e ndihmon njeriu në këtë dynjë dhe në të përtejmen, është el-qasdu fil ghina wal faqr. Me pas synim Allahun Gjeleshanu, me drejtu Zotit gjithmonë, edhe kur i ki punë të mirë, edhe kur i ki ngusht. Edhe kur qënë Zotit pasuri, edhe kur qënë varfri. Edhe kur ta falë Zotit e vladin, edhe kur ta merë Zotit e vladin. Edhe kur ta qënë sprovën,
edhe kur ta qënë një të mirë. Innel insane khulika helua. Allahu thot për njeriu vetë është i krijum i tillë, përveç atyre që e menaxhojnë mirë vetveten, din me orientu me vun binar që ne i ka caktuar Zoti dhe na ka pri Muhamedi alayhi salatu wassalam, idha massahu sharru, kur te kaplon njeriu një e keqe, jazua, hidhrohet, pikllohet, tenash. Kjo ndodhi mu, kjo s'di pse ndodhi. Unë e pej xhamis dona. Mirë për që ke dojtë pej xhamis, por e pejgamberi alayhis salam gjithë ka nejnë xhami, po ka pos prova të vajshme. Pejgamberi kanë pos prova, Gjezua, vallaj se ti suj për baloj, telashe, fukarallah. Allah ju bëhi dhe dynja moneton, ka hub çdo se, i ka hub lezetin dynjas, thuja kom hub lezetin dynjas. Ma mirë kështë me qenë. Ti ja hub lezetin edhe ja këtën jeshin dynjas. Me bindjen, apo mos bindjen që e kite Allah më gjelal, me bindjen të Zotit, ja këtën jeshin me të vetit, familjes, popullit, gjematit, aty ku je përgjes për atë, në zëmësve, e me bindje të Allah më gjelal, hub jeshia, hub knasësia, hub lezetin dynjas. Allah i Gjeleshanu që apë në thot, pëmësën për nga merit, në në mëre fjallë, kështë të vështë, pa fjallë ju lutëm. Mi u drejtu Zotit Dhul Gjelal, kur je i knaqur, edhe kur je i pa knaqur. Kur ki i pasuri, edhe kur sprovon Zotit me fukar Allah. Këto i thanë. Pejgamberi alayhis salam, i erdhi Gjibrili dhe po e pyet, o Muhammed, të ka qu selam, Allah i Dhul Gjelal. A do në me qenë mret edhe pejgamber? A do në me qenë rob edhe pejgamber? A do në me qenë mret? Edhe qka fushti me ndodhë? Dhe krejt pasuria e rape me qenë dur tua, dhe kjo dynja me qenë tia i që e menaxhon, a do me qenë në rob edhe pejgamber, të du me qenë abdën nebija, rob edhe pejgamber. Mos di punja për shkërmende që pejgamberi si ka zgjedhë ka, po veç dhe të me ndrua tani shahadetin nëse se ka zgjedhë pejgamberi. Shahadetin s'bon që kemi thamë. Wa ashhadu anna Muhammeden abduhu wa rasuluhu, rëpë dhe i dërguar i Allahu Dhul Gjelal. Ka thonë pse rëpë edhe pejgamber, e jo mret edhe pejgamber, ashtë kush që na muslimon krejt me qenë rëpë? Ja, nuk o këtë qëllimi. Ka thonë rëpë edhe pejgamber, eshbau jomen wa e gjuhu jomen, u shqehem një ditë një ditë tjetër agjeroj edhe jo mi uritur. Thët pse një ditë me qeni uritur edhe një ditë me ngronë në ahën me pi, thët kur ha dhe pi e falenderoj Allahun Dhul Gjelal, e falenderoj Zotin shumë, e kur jo mi uritur e të darra o lej, i shkojnë dhe të Allahun Gjeleshanu. Pra me pas Zotin synin gjither, i uritur dhe i ushqyri, me parë dhe pa parë, me pozitë dhe pa pozitë. A, do njerës kur i vjen mandati, si kur neve që jena unë, që këtë dhe shumë shpejt e për shumë, se vinë tjerë. Dhe në hambla që vinë tjerë me mrojnë, keqave në ligën e vallaj, karika është në pytje. E keq vallaj, se ti si ke pasë shëllim Allah Gjeleshanu, e ke pasë shëllim këtë karikë, po kjo dhe të muhje, sot apo nesa. Dhe pike e tre, el qawlu bil haqqa, me thonë të vërtetën, edhe kur është për ty, edhe kur është kona teje. Wa qul il haqqa walau kana murra, thuje të vërtetën edhe nëse është e jërë. Allah i ka herë, këta gjithë kush dhe t'i kthejet vete, e para gjithve unë mas pari, me të thonë dikush një behane, një të metë që e kine, ka gjajet të vjenë, pa i ta ka thonë të vërtetën. Me thonë me hoqa që keq është me vjedhe, me vrejte, me përdonue, me shkele, me vra, me tradhtue, me korruptue.
Me bëhë gjitha gjezat, diku ja vron veshin, po ka thonë thujet vërtetën kur të vrohat veshin dhe kur të knaqet veshin. Thujet vërtetën, e rëndilu, wala u bidhil kurba, bomit drejt, vërtet, në qofë se dhe me farefisin tonë, me familjen tonë, thujet vërtetën dhe mos tolero. Kur sësi, mu thone pa vërtetën. Kur është mirën tënde, apo kur duket edhe që nuk është mirën tënde, nuk po e komentoj këtë pikë ma shumë pasi që koha po ofrohet. Lusë Allah në gjelarë të najpare në katër tona, të najpranoj lutje tona dhe t'i bashtoj zemrë tona, t'i usoj të rritë tonë, po akshë në dawana, e në alhamdulillahi.